Që e shikus të ndërrua që për lyp një presidente, që i shkon. Pse në Kosovë, qysh, 4 korriku, festa ma e madhe Amerikës, 250 vjetë, ti si e këtu për shkon në Kosovë. Edhe Besa tha i kom thonë që nuk ka vend më të mirë në botë, ku mund me u festu liria, demokracia dhe idealet për cilat qëndron Amerika se Kosova. A i respekton Amerika luftetarëve? Kërë kom kry fakultetin edhe jam shku me lypë punën NBC, më kanë të vetë shfarë, me është kja, është ka ki bojë, ne kom thonë Besa, është Shqip, familja prej Kosovës, dhe ka thënë, oh, you're a very hard-working people. Punane shumë fort. Në Kosovë besëm e kemë, nuk i kemë 3, as 5, as 7, as nuk ujmë ndru me thonë, hajtë se kjesë për na për 7 të marëm që tjetërën. Një është, edhe është e shajtë. Duhet na bashk me punu, me rritë zonën, e jo që tash luftë së sjena, po që tash kur e kena mundësi me hecë për para. Qatë krenari ma të madhe do në te kur ushtari Republikës Kosovës sot e runë paqen në një nga zonat ma të rëndësishme të geopolitikës botnore, në një nga konfliktet ma jetë gjata në historinë moderne të njerëzimit. Edhe kush për ta beson? Amerika. Absolutisht. Kur është hi Trumpi si president, më kanë thirrë dhe më kanë thonë apo vjen me një pozitë në për Department of Defense, mu po në Pentagon me punu. Une e kom thonë jo, nuk e du qatë pozitë, se une muj me bo ma shumë punë kështu. Shikus të ndora për prap, ku të dënë hinë që janë për Amerikë, ka reputacion high class. Mos e harroni shprehjen e famshme të presidentit Bush në Tiranë, enough is enough, Kosovo will be independent. Është postulat pse. O sa mirë më konë shqiptar, edhe Happy 4th of July.